Paris Saint-Germain ka arritur që të fitojë kundër Liverpoolit dhe të kalojë më tej në Champions League. Ekipi i drejtuar nga Luis Enrique ja ka dalë në shifrat 0-1 në Anfield Road, ndërsa edhe ndeshja e parë ishte mbyllur me po të njëjtin rezultat, por në favor të anglezëve. Kështu takimi shkoi në kohën shtesë, atje ku nuk pati as gol të shënuar, përtej rasteve të krijuara nga të dyja skuadrat. Në fund ishte PSG që arriti të fitojë fal ruletës ruse me Donnarumën, që u kthye në erojin e francezëve, por ajo që është vënë re është padyshim një e veçantë në mënyrën se si trajneri i PSG-s, Luis Enrique, u qas gjatë ndeshjes. Ky trajner ka marrë një vëmendje të madhe pasi ka dërguar PSG në një nivel tjetër, në një nivel që nuk ishte as në kohën e Mbappés. Për çfarë flitet? Siç dihet, në momentin kur një skuadër e nis topin e parë nga mes fusha, menjëherë fillon dëshira për të qarkulluar topin dhe për të kërcënuar skuadrën kundërshtare. Disa ekipe tentojnë që me një pasi mbrapa dhe një top të gjatë të gjejnë të papërgatitur mbrojtjen kundërshtare, pasi shumë lojtarë të tjerë vrapojnë për të sulmuar hapësirat boshe. Ndërkohë skuadrat të tjera kërkojnë që të ndërtojnë aksionin gradualisht, duke filluar shkëmbimet e pasimeve në mbrojtje, por ajo që bëri sot PSG-ja kundër Liverpoolit ishte shumë më ndryshe. Në fakt, jo vetëm sot, PSG-ja bëri të njëjtën skem edhe në ndeshjen e parë kundër Liverpoolit, në shtëpi, kur sapo nisi pjesa e dytë në ndeshjen e parë, PSG Liverpool dhe topi duhet të nisi në mesfush nga PSG-ja, ata menjëherë goditën qëllimisht topin për ta nxjerrë në rivendje anësore në favor të Liverpoolit. Por pranë goditjes së këndit, deri këtu duket e palogjikshme, përse PSG-ja duhet t'i dhurojë topin Liverpoolit. E gjitha kjo ishte një taktikë e Luis Enrique dhe jo një gabim në pasim. Kjo pasi në këtë mënyrë PSG-ja shkonte në presionin e lartë dhe pushtonte të rësisht territorin e Liverpoolit. Kështu edhe vetë lojtarët e Liverpoolit janë çoroditur për të bërë një tjetër nisje të ndeshjes, nga ajo që ishin përgatitur, pasi e gjejnë veten nën presion. Të njëjtë lëvizje Luis Enrique ka bërë edhe sot në shtesën e akorduar, pasi ndeshja përfundoi 0-1. Sapo PSG-ja nisi topin, lojtari i Paris Saint-Germainit e goditi qëllimisht në anësore për t'i dhuruar Liverpoolit topin dhe të gjithë lojtarët e PSG-s kanë shkuar në zonën e Liverpoolit për t'i vendosur në presion të lartë, duke luajtur edhe me anën e tyre psikologjike. Një lëvizje të tillë e kishte bërë më parë edhe trajneri i Shqipërisë, Silvinho, te Corinthians. Tifozët të shumë brazilianë të Corinthians e kanë shpërndar këtë moment në rrjetet sociale nga ndeshja Liverpool-PSG, duke kujtuar se si ish trajneri i tyre kishte bërë të njëjtën lëvizje të pazakontë dhe atyre ishte dukur si një ide të rësisht idiote. Shpeshherë detajet janë ato që bëjnë diferencën dhe ky detaj nuk shihet shpesh në futboll.